pozicionimin e kandidatëve në këtë listë, që kryesisht vinë nga domon ekzekutivi, jep me kuptu që lëvizja vetëvendosja ja synon pushtetin. Nuk synon reformim apo një qeverisje më të mirë. Kur që veç pushtetin, agem? Pushtetin. Në njëri një parti. Sepse e parti tjera çka synojnë? Synojnë jetë pushtetin, po... Po ja, prit veç pak. Këto parti tjera, megjithatë, edhe Lidhja Demokratike ka bërë përpjekje se tash na mundemi me qenë një listë mos me pranu. Po pikërisht përpjekjet për me reformue partin listat, për shembull, vjen edhe mos pjesëmarrja në kandidaturë dhe Agim Veliu. Sepse janë do mesazha për mu pastru listat nga elita e vjetër politike që kanë qenë në vazhdimsi. Lumniri që to e dashti. Unë e kuptojnë qatë këndë vështrem, nuk e kuptoj që ka diçka përplasje me Agim Veliun, absolutisht jo. Mirë po, i ka marrë do mesazhe nga aleatët tonë, edhe PDK i ka marrë, po edhe Aleonza i ka marrë, mirë po, këta ma me zërë po reformuan.